para burgimit. Kemi një shkak, që kemi një shkak të ri, që gjykata, pra po e marrim të mirëqen këtë që ka thënë gjykata, që kush mund të jenë argumentet e gjykatës në këtë sens? Shkaku thotë se ky ka me kryetar bashkie mund ndikojë te provat. Sepse duhet kemi parasysh se te provat, domethënë ka pasur edhe persona të tjerë të akuzuar. Edhe mendoj që mund të ketë farë ndikimi pozitiv, por prapë them që duke pas parasysh akuzat e tyre dhe akuzat e reja, sepse ka pasur një moment e rasti Belie, po të kemi parasysh, që ku ka shku çështja në apel, ka qenë përgjim. Ka shtuar edhe një akuzë tjetër të folë telefon. Dhe ato biseda telefonike, që tregojnë një farë sulmin, thojza, ndaj organit procedus, dhe tregojnë atë, sepse kjo është që ti rrezikon provat. Po ti kur rrezikon provat, rrezikon atë që mbledh provat, apo se provat i mbledh prokurori. Po tani ka shku çështja për gjykim, ka lidhje me rrezikuar provat. Ai kanë marrë ose kanë marrë provat ato? Ma kupton, pra ne kemi një tuf përgjimesh që thelbi përgjimeve është që ky dole edhe për ulësiun, po ulësiu iku s'ka problem. Dole që jo. Pa e to thanë që përgjimet nuk është për futjen e sedet palishme kanë për rastin e transportit nga Burgu te JVP Durrës. Duhet kemi parasysh që edhe unë besoj se se rëndohet vepra. Ajo për shembull e ka 324, aja e ka 1 vit burg minimale, paragrafi i parë. E ka kryer palishme. Po e ka kryer, po kjo s'mund të merret në mënyrë. Ideja është në kontekstin. Nuk është më po them për ty të rëndohet pozita. Këtu del që ke sulm, këtu del kjo tjetër, del e provuar se jo, të thjesht për opinionin publik për ta qartësuar. Atëherë, qartësimi, gjithsa gjykata, biles futja nuk është aserioni dhe se e ka edhe sikur ja ka dhënë polici, se është polici që s'mund. Ore, e si është kjo muhabeti, se ke ishi gallata e pjesa që ma kërkojmë, unë ndjeva nën presion dhe ja dhash. Po po kur ta bën Erion Velie këtë lloj presioni, po këta tjerët që marrin ta që janë pjesëtar bandash kriminale, mund t'i thot policit ma sjellë që ka armën ti, po s'ma dhe armën ma e men që do të bëj unë, ty i bje t'i japi armën ati të vrasi me policët të arraticet. Që ka logjik kjo? Unë besoj se është që ke stisur si event. Mos them në gjykimin tim, duke analizuar male mua historinë, janë ata që ja kanë ofru biles, dhe i kanë bë kurth. I kanë thënë, urdhëro ti, na folle ti se mos ki merak, edhe më mrapa kanë thënë vlla se jo polici, që se kanë ofru këta të... Për mendimin tim personal, në atë vepër, kjo është më e provume. Se me to presion Erioni si me të ashtu breshka. Kjo vepër është më e provume nga gjithë sa tjera. Tjera për mu janë, kjo është e provume që ti ke folë se ka qenë nusja në interceptim, dhe ti ke folë me atë dhe ke... Kjo vepër është më e provume nga gjithë sa tjera. Tjerat për mu janë kotë. Do më thonë, në mendimin tim, kanë dyshim. Kanë diskutim, kjo është më tull. Kjo ke folë në telefon, po. Të shi qa provar shka, se diskutojmë qa provar shka. Thot kjo polici, ja kam thonë, gruja në telefon del përgjimi që ke folë me telefon del numri, sepse ti nuk ke vetëm thënet e policit. Ke dhe këta, të shi kjo ka angër ka remi, kuptimin që na folë, kjo dhe të toshtë. Se të që këshu i pak i mepsht. Po të rëguj mefsht të shi dhe duke folë të shi dhe e tyta, që ndoshta nuk e di si ka qenë. Nuk besoj se është rëguj i mefsht, asë gjendja psikologjike pa tjetër. Gjendja psikologjike se më habitit diçka aty. Po besoj se ka pas besimin e verbër të këta që i kanë rraf shpalla se do e nimonin. Po pra të shi... Te kjo pjesë dhe ata ja kanë zhyt. Ata ja kanë zhyt dhe, do më thënë, tani ti, e ke dhe tabelën në ty se mburë kur shkohet, do më thënë, ne shkojmë për shkak punës, thot kujdes, ambienti vëzhgohet, është në vëzhgim, pra ti e ke këtu. Të shi, flasësh më duket, ose si mirë nga fiqiri i kuptimin e asaj që se ti e shef, ose do që personat që të përgjëjnë, që ti qosh këtë mesazh. Se ti shkon edhe